për situatën. Është fjalim parazgjedhor, nuk është fjalim që ti kërkon me gjetë një konsenzus. Dëgjo, unë ndëgjova fjalimin e Zotit Kurti, tha partia nisma i ka pas rreth deputet e kështu ose kja lidha demokratike në kontinentin evropian, ku mbizotron sistemi proporcional, ashtu si që kemi ne, partitë e vogla në secilin prej këtyre shteteve luajnë rol disproporcional në kuptimin e politikave, në kuptimin e stafit e kështu me radhë. Do thotë kemi raste, me miliona raste, është Unioni i Lirë Demokratik në Gjermani, që është kyç, do thotë, është partia e Gjelbërt në Austri. Do thotë, janë parti me vota marginale, mi po e kanë atë pozitën e kingmaker, do thotë, asaj pozitës që ushtroj një, sepse në momentin kur një sistem zgjedhor e zgjedh sistemin proporcional, atëherë ti je i obligum me bisedu me partit vogla. E kemi rastin e Hollandës që asë një parti nuk e më rrinë asë 20-25% nëse më rrinë do njëra prej partive është kështu jashtëzakonisht sukses i madh. Do thotë ti duhesh me bisedu me partit vogla, me mundu me i gjetë ato pikat kyçe programore dhe me i respektu ato parti në koalicionin qeverisës. Jo mi keq trajtu ose mi mundu me jahub identitetin e tyre. Kështu që partitë e vogla... Zotri Zeqiri, alternativat mjaftueshme në këtë rast lëvizja vetëvendosjen në krye me Kurtin, edhe kur ju tha partive opozitare të sjellin 3 emra dhe votat do i kenë nga ana e lëvizjes së vetëvendosjes, por në anën tjetër edhe ofertat që paraprakisht i kishte bërë për LDK-n, për zëvendës kryeministrin dhe për disa ministri. Mas pari, asnjëra prej partive opozitare nuk mundet me vendos emër sepse nuk i ka 25 vota në shkrim. Do thotë nëse ka lyp vetëm emra në ajër pa nënshkrime të depozitume, atëherë do thotë... I kërkoj të përbashkëta emrat, pra PDK e LDK. Bashkaresht do mund të bëjë nënshkrimit, po që se do kishte... Edhe nuk mund të kja çështje të zgjidhet, pse s'ka arë me këtë ofertë të azojmë në fillim. Se ky e ka ditë piti të spak që nuk i ka votat. Edhe për të kishte pas dëshirë që të gjindej një zgjidhje, kjo ofertë do të diskutohej në takimet që i ka pas me liderët politik, qysh në vigjilje të krizës institucionale. Dhe këto emrat do të diskutoheshin sepse janë emra